Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Me lëngun e kësaj lule do të shpëtoni një herë mirë nga këto probleme. Çaji kamomilit është të përdorur preshekuish për aftësinë e tij në lehtësimin dhe qetësimin e trupit. Mjafton një filxhan i tillë dhe shumë prej shqetësimeve që mund të keni do të zhduken. Pirja një filxhani me çaj kamomili ose thjesht gargara me çaj të ftohtë të kamomili trajton të gjitha problemet e mishave të dhëmbëve. Çaji kamomili lehtëson dhimbjet e barkut dhe qetëson problemet lidhur me aparatin tretës. Nëse keni probleme me aparatin tretës, çaji kamomilit mund të relaksojë muskujt dhe të ndihmojë në tretjen e ushqimit. Çaji kamomilit mund të jetë një trajtim efektiv për diaren, madje edhe për të vegjëlit. Nëse jeni në kërkim të një mënyre natyrale të sigurt për të lehtësuar dhimbjet menstruale, provoni këtë çaj bimor. Kamomili mund të qetësojë pickimet e insekteve, problemet të djegjes së lëkurës dhe acarimeve të saj. Çaji kamomilit njihet për vetitë e tij qetësuese dhe mund të lehtësojë ankthin dhe depresionin. Preferohet ta konsumoni në mbrëmje përpara gjumit në mënyrë që të merrni të gjitha këto veti të tij. Çaji, sidomos ai i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale të qetësisë shpirtërore fizike. Gjithashtu, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i çajit kamomilit sipas Health.com. Ndryshe nga çaji i jeshil ose çaji i zi, kamomili vjen me një lule të bukur e cila ka aftësinë të qetësojë dhe të nxjisë gjumin e mirë. Lulja përmban flavonoide që janë përgjegjëse për nxitjen e gjumit. Çaji bimor me aromë të frutave të ngjashme me mollën është i shijshëm dhe me vlera terapeutike. Lulja e thatë e kamomilit lufton inflamacionin, mykun, ulçrën dhe përmban shumë antioksidant. Në këtë video do të zbulojmë mënyrat e përdorimit të çajit të kamomilit, të cilat ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. Ajo është e mirë kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në mbrëmje kundër dhimbjeve. Do të nxjisë gjumin. Pini një filxhan çaj kamomilit 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese dhe largon shqetësimet që lidhen me gjumin. Është i mirë për migrenën. Sido që të ndjeni trokitje të migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është i rëndësishëm të pihet çaj kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Është i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të zorrëve. Çaji i kamomilit është i mirë në reduktimin kundër dhimbjeve dhe simptomave të zorrës së irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazrave dhe fryrjes dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Çaji i kamomilit është i mirë për imunitetin tuaj. Nëse prekeni rregullisht nga gripi ose e ftohura, atëherë pini një gotë nga ky filxhan çdo ditë. Ky çaj shkatërron ndjeshëm bakteriet e këqija të organizmit. Është i mirë kundër të djegurave. Qytetrimet e lashta e përdorin kamomilin për të lehtësuar plagët e lëkurës. Përdoreni çaj në kompresa dhe vendosni atë në zonat të lënduara të lëkurës. Është i mirë kundër rrafëve të zinj. Përdorni çajin kundër rrafëve të zinj. Çaji në lëkurë largon inflamacionet e saj, e freskon dhe jep asaj më shumë gjallëri. Përdorni bustinat organike ose kompresat për të qetësuar syt. Është i mirë për zbardhjen e lëkurës. Kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën. Zgjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qëndroni sipër avullit të lëshuar duke mbuluar kokën me peshqir. Kjo do qetësojë dhe do të zbardhë lëkurën. Parandalon aknet. Kamomili është plot me antioksidant që lufton radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve dhe largimin e bakterieve. Është i mirë gjithashtu kundër entjeve. Pini disa filxhan me çaj për të qetësuar muskujt dhe bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur entjen e gjymtyrëve. Ul nivelin e sheqerit në gjak. Kërkime shkencore konfirmojnë se pirja 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili është një mënyrë efikase për të ndihmuar në stabilizimin e niveleve të sheqerit dhe në funksionin e veshkave. Është i mirë kundër irritimeve të lëkurës. Të djegurat nga dielli, njollat dhe ekzema dhe pickimet e insekteve mund të zbuten dhe të lehtësohen me çajin e kamomilit. Është i mirë kundër kontraktimeve muskulare. Çaji i kamomilit qetëson muskujt sepse përmban glecin. Kjo substancë qetëson nervat dhe është e dobishme kundër ankthit dhe kundër stresit. Përdorimet e çajit të kamomilit janë të larmishme dhe vlerat që do t'i ofrojnë në shëndetin tuaj do ta bëjnë gjithashtu një nga produktet më të mira të dietës suaj. Ai sjell gjumin dhe përmirëson edhe gjendjen tuaj kundër pagjumësisë. Çaji i kamomilit dhe vajra që ka në përbërës këtë bimë përdoren gjerësisht për vetitë e tyre qetësuese.
Megjithatë, efektiviteti i kamomilit si një ndihmës për gjumin mund të ofrojë edhe një ndërlidhje më të mirë me efektet e relaksit. Është e mirë për një frymëmarrje të qetë dhe të mirë gjatë ftohjes. Nuk mund të themi se kamomili është një kurë për ftohjen, por ai mund të qetësojë ndjeshëm shqetësimet e shkaktuar nga simptomat. Studimet paraprake tregojnë se thithja e avullit që përmban ekstrakti i kamomilit zbut problemet e shkaktuar nga infeksioni i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Kamomili përmban elementë antiinflamatorë të cilët kanë efekte pozitive kundër këtij shqetësimi. Është i mirë kundër stresit. Konsumi i kamomilit mund të ndihmojë në uljen e niveleve të stresit. Kamomili përmban apigenin, një përbërës që ka efekte që lufton ankthin. Një studim zbuloi se personat që përjetojnë shpesh ankth treguan përmirësime nga marrja e ekstraktit të kamomilit nëpërmjet kapsulave, më efektiv se efekti i personave që përjetuan edhe përdorimin e pilulave dhe medikamenteve. Ai është i mirë në rritjen e sistemit imunitar. Një studim i publikuar në revistën e kimisë së bujqësisë dhe ushqimit në SBA doli në përfundimin se konsumi i kamomilit e rrit komplekset antibakteriale të trupit. Studiuesit mendojnë se kjo është një arsye pse konsumi i rregullt i kamomilit është i mirë kundër ftohjes. Kamomili ndër të tjera përdoret edhe në lehtësimin e dhimbjeve të stomakut, të barkut dhe mund të përdoret gjithashtu kundër ekzemave e të tjera. Vlerat që do t'i japë shëndetit tuaj do ta bëjnë një nga bimët më të mira për të. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen. Gjithashtu kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të nyjeve. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirur ndaj osteoporozës në menopauzë dhe reduktimin e estrogjenit. Është i mirë kundër dhimbjeve menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre dhe çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojë dhimbjet. Megjithatë, kamomili është i mirë sepse si energjiku dhe bimët të tjera ka efekte që lehtësojnë ngërçet. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë dhe relaksojnë gjendjen tuaj kundër dhimbjeve menstruale. Është i mirë kundër problemeve të ankthit. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për efektet e tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthjes si pagjumësia dhe nervozizmi dhe të sillni gjithashtu rezultate më të mira për shëndetin tuaj. Ndaj edhe përdorimet e veçanta të kësaj bime do ta bëjnë gjithashtu një zgjidhje praktike shumë të vlefshme. Vlerat e çajit të kamomilit janë gjatë gjithë kohës subjekt i studimeve të intensivshme për të zbuluar sa më shumë rreth kësaj lule të mirë. Së fundmi, studimet kanë zbuluar se çaji i kamomilit ndihmon edhe në uljen e niveleve të glukozës, duke përmirësuar dukshëm nivelet e sheqerit, duke u kthyer më pas në një aleat mjaft të mirë të mbrojtjes edhe për shëndetin tuaj. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë, por ulëntimet tregojnë se kjo bimë mund të ofrojë edhe shumë përfitime të tjera në shëndetin e përgjithshëm, duke u kthyer në një aleat mjaft të mirë të mbrojtjes së trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Kamomili konsiderohet si një bimë e sigurt dhe është të përdorur në shumë kultura për shërimin dhe trajtimin e problemeve të lidhura me stomakun, si dhe një sedativ i lehtë. Disa studime kanë treguar se kamomili i kombinuar edhe me bimë të tjera ka përfitime të larta shëndetësore. Një produkt i përgatitur me kamomil dhe ilaçe të tjera bimore ka rezultate të mira në lehtësimin e dhimbjeve të stomakut, të ulçrës, të përzierave dhe të vjellave. Një shpëlarje gojës me kamomil mund të lehtësojë problemet e gojës të shkaktuar nga komplikacione të ndryshme. Disa studime sugjerojnë se kamomili mund të ndihmojë edhe në gjendje siç është diarreja, hemoroidet, ankthi dhe pagjumësia. Konsumi i çajit kamomilit vazhdimisht në dietat tuaja, 1 deri në 2 gota çaj çdo ditë, mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trupit dhe për të parandaluar kështu një sër komplikacionesh. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.